Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit në Korçë, pasi një banesë është përfshirë nga flakët. Ngjarja ka ndodhur në një banesë në lagjen numër 13 të qytetit të Korçës, ku ka marrë flak dhe si pasojë e tymit, një 70 vjeçare ka ndërruar jetë brenda banesës. Viktima është shtetësja fluturie Potka, e cila ishte e paralizuar. E moshuara jetonte e vetme. Dyshohet se ajo qëndronte në një dyshek elektrik, i cili ka marrë flak fillimisht, e më pas zjarri është përhapur kudo në apartament. E moshuara kishte zgjedhur të qëndronte në Shqipëri, pasi fëmijët i kishte në emigrim. Një fqinje u shpreh se ka qenë një grua që kujdesej për të, e cila ka hapur derën e jashtme dhe ka parë tymin, ndërsa ka kërkuar ndihmën e fqinjëve të tjerë të pallatit për të lajmëruar zjarrfiksen. Fqinjët e jashtëkamerave thonë se shkak i zjarrit mund të jetë bërë një cigare e ndezur nga e moshuara, pasi ajo ishte edhe duhanpirse. Një fëmijë, po fëmijët i theshin, hajde me neve, se ka një djalë, ajo nuk deshte. Hajde se kemi dhe një shtëpi tjetër, kishte djali në Leshpunusja. Kishte një shtëpi në katë të dytë, jo, nuk ngjite me nuk zbrez zot. Jetonte vetëm. Jetonte vetëm. Kjo nuk është hera e parë që ndodhin ngjarje të tilla në vendin ton. Edhe më herët janë shënuar raste të ngjashme, ku të moshuar që jetojnë vetëm kanë ndërruar jetë pasi flakët kanë përfshirë banesat e tyre. Ndërkohë, autoritetet vijojnë punën për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje të rëndë, ku humbi jetën 70 vjeçaria.